Derisa para drejtësisë nuk dalin kokat apo organizatorët e këtij sulmi terrorist, kjo është gjysmë drejtësi. Natyrisht, unë jam i kënaqur me vendimin e gjykatës, po jam edhe më i kënaqur që të akuzuarve ja u kemi mundësu si sistem gjitha drejtat procedurale dhe në fund tash e kanë marrë dënimin çfarë familja Afrim Bunjakut edhe ka parashiku dhe vazhdojmë tutje, po po e përsëris duhet para drejtësisë të vihen edhe organizatorët e këtij sulmi terrorist. Sa të stojnë se mund të ketë drejtësive të cilën para drejtësisë 42 të akuzuarit e tjerë, me qenë se din që gjykata tashmë e ka refuzuar që mund të gjykohen të njëjtit në mungesë. A do të keni veprime ju si avokatë të tjera për të mundsuar një gjykim ndonse të njëjtit janë të parëqëm për drejtësinë? Është vërtet se janë të parëqëm për drejtësinë, por këta të dyshuar do të jenë barë për Republikën e Serbisë, ata kur nuk do të hynë në Bashkimin Evropian pa i gjyku ose pa ja dorëzu këta persona drejtësisë së Kosovës, ku që vazhdojmë tutje, është shumë keq që ata nuk janë gjyku, por edhe kjo është prapë më mirë se asnjë lloj gjykimi. Duhem me përsërit, familjes Afrim Bunjakut asnjë vendim nuk ja kthen afrimin. Po si do qoftë, kjo është një satisfakcion edhe për familjen, por edhe për gjithë neve, mbrojtësit, po dhe edhe për popullin e Kosovës. Unë do ta shiqoj njëherë arsyetimin e gjykatës, dhe pasi ta lexoj arsyetimin e gjykatës, do të vendosi a do ta apeloj ajo. Në përgjithësi jam i kënaqur me vendimin për dytë parë, për tretën jam tash në fazën kur do ta analizoj këtë vendim gjykatës.